Sot nxënësit e klasave të nënta, 594 nxënës të Bashkisë Lushnjë zhvilluan provimin e fundit atë të gjuhës së huaj. Provimi nisi në orën 10 dhe gjuhët e huaja që u dhanë si provimi detyruar ishin anglisht, frëngjisht, italisht dhe gjermanisht. Gjithashtu nxënësit e pakicave kombëtare vlerësohen edhe në lëndët gjuhë e huaj. Ndërsa nxënësit me aftësi të kufizuar që ndjekin shkollat e zakonshme, i zhvillojnë provimet kombëtare të arsimit bazë sipas përcaktimeve në rregulloren për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë. Provimi zgjati rreth 2 orë 30 minuta dhe nxënësit u paraqitën 1 orë para tij në 8 qendrat e testimit, në shkollat 4 dëshmorët, Fotopuka, Skënder Libohova, Kongresi i Lushnjës, Fjershëgan, SHMB Kolonj, Dushk dhe Krutje e Sipërme. Ndërkohë sot, rreth 28.000 nxënës në vend ju nënshtruan provimit të gjuhës së huaj në 340 qendra që u administruan dhe u monitoruan nga stafet të kualifikuara të institucioneve arsimore. Brenda muajit qershor, nxënësit e klasave të nënta ju nënshtruan provimeve kombëtare në gjuhë shqipe në 19 qershor, matematik 25 qershor dhe sot gjuhë e huaj 30 qershor. Provimet shënojnë fazë të rëndësishme në formimin e nxënësve ndërsa ata përgatiten të nisin studimet e nivelit të dytë.